Sektori i ndërtimit po kalon një periudhë sfiduese, edhe pse çmimet e materialeve të ndërtimit kanë shënuar një rënje të lehtë gjatë fillimit të vitit 2026, kostoja totale për të ndërtuar një banesë vazhdon të rritet duke krijuar një presion të ri në treg. Shkaku kryesor i kësaj rritjeje janë pagat e punëtorëve, të cilat janë shtrenjtuar me rreth 4.8% krahasuar me një vit më parë, sipas të dhënave më të fundit nga Instat. Ndërtuesit po përballen me vështirësi në gjetjen e fuqisë punëtore, ndërsa përveç pagave, rritje kanë pësuar edhe shpenzimet e transportit dhe kostot e tjera administrative. Nga ana tjetër, ulja e çmimit të betonit, tullave apo pajisjeve hidrosanitare nuk ka mjaftuar për të amortizuar rritjen e kostove të punës. Ndërsa materialet po bëhen më të aksesueshme, menaxhimi i kantiereve po bëhet një biznes gjithnjë e më i kushtueshëm. Për blerësit e apartamenteve, ky raport tregon se ndërtuesit po hasin vështirësi të reja, që nuk lidhen vetëm me tregun ndërkombëtar të lëndëve të para, por me tregun e brendshëm të punës. Sektori po transformohet në një biznes ku mungesa e fuqisë punëtore po kushton më shumë se tullat dhe hekuri, gjë që mund të ndikojë drejt për drejt në çmimet finale të banesave për qytetarët.